Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, ka komentuar heqjen e tabelës në oborrin e xhamisë Ebu Bekr nga Policia Vendore e Shkodrës. Gjatë një aktiviteti në xhaminë e Rusit në Shkodër në përkujtim të Haxhi Fejzi Zaganjorit, Muftiu Sytari e cilësoi një rrugaç me pushtet drejtorin e Policisë Vendore të Shkodrës, Gentian Berberi. Ky i fundit u udhëhoqi aksionin për heqjen e tabelës nga oborri i xhamisë së madhe në Shkodër. Ne asnjëherë nuk e kemi ul kryt përpara taborrave të iblisit. Edhe nuk e bajmë një gjatë të tillë. Se përndryshe do të ishim prej tradhtarëve të fesë të kombit. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etërve të zi edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka nol në oborrin e xhamisë Ebu Bekr, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi ajo tabel do të shumë fishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt. Kjo tabel ishte rivendosur në oborrin e xhamisë pasi policia bashkiake kishte hequr nga trotuari. Tabela mbante mbi shkrimin profetik: kush grabit qoftë edhe një pëllëm tok, Allahu në ditën e Kiametit ka për t'i varur në qafë 7 palë tok. Dhe në të dy herët tabela qëndroi pranë kullës me 35 kate që ka nisur të ndërtohet tek hotel turizmi në qendër të qytetit. Myftinia pretendon se ajo tok po grabitet pasi është pronë e tyre, komunitetit ortodoks dhe familjes Laçej. Muftiu Sytari zhvilloi një takim me kryebashkiakun e Shkodrës, Benet Beci, duke ulur tensionet dhe duke gjetur rrugën e bashkëpunimit pas përplasjeve që nisën nga heqja e asaj tabele. Ndërsa me bashkinë kjo temë është e mbyllur, Muftiu Sytari kritikoi ashpër veprimin e drejtorit të Policisë Vendore të Shkodrës, Gentian Berberi, i cili së bashku me disa efektiv u futën me forcë duke hequr tabelën në oborrin e xhamisë Ebu Bekr në qendër të qytetit në orët e mbrëmjes të 9 nëntorit.